Doktori që shpëtonte jetët falas. Në periferit e një qyteti të madh, aty ku rrugët bëheshin të ngushta dhe ndërtesat e vjetra mbanin erën e kohës, ndodhe një spital i vogël publik. Nuk ishte si spitalet moderne me drita të bardha dhe pajisje të reja. Ky ishte një vend ku shpresa shpesh hynte ngadalë dhe dilte edhe më ngadalë. Quhej Spitali Shëmëria, por për shumicën e njerëzve ishte thjesht spitali i varfër. Në këtë spital mbërriti një ditë një mjek i ri, Dr. Arben Kola. Ishte vetëm 29 vjeç, me sy të lodhur nga netët pa gjumë dhe me një qetësi të çuditshme në fytyrë. Si dikush që kishte parë shumë për moshën e tij. Ai kishte mbaruar studimet me rezultate të shkëlqyera dhe kishte pasur mundësi të punonte në klinikat më të mira private të qytetit. Por ai nuk i kishte zgjedhur ato. Ai kishte zgjedhur këtë spital. Kur e pyetëm pse, ai vetëm tha, sepse këtu njerëzit nuk kanë nevojë për luks, kanë nevojë për shpëtim. Askush nuk e kuptoi plotësisht që në ditën e parë Arbeni vuri re diçka që e tronditi. Pacientët nuk vinin vetëm me sëmundje. Vinin me frikë, dhe më keq akoma vinin me para ose pa para dhe trajtimi ndryshonte. Në zyrën e pranimit qëndronte një listë e heshtur, por e qartë. Kush paguan, trajtohet shpejt. Kush nuk paguan, pret. Infermierët e dinin këtë rregull të pashkruar. Mjekët e vjetër e pranonin pa fjalë. Dhe drejtori i spitalit, një burr i ftohtë me emrin Dr. Viktor Leka, e quante realiteti i sistemit. Por për Arbenin, ky realitet ishte i papranueshëm. Ditën e dytë, një grua e moshuar u soll me urgjencë. Kishte probleme serioze në zemër dhe çdo minutë ishte vendimtar. Duhet operacion menjëherë, tha Arbeni sapo e pa. Infermierja uli sy. Familja nuk ka paguar ende depozitën. Arbeni u kthye i habitur. Çfarë depozite? Për operacionin. Pa 800 euro nuk fillojmë. Ai shikoi gruan që merrte frymë me vështirësi. Sytë e saj ishin gjysmë të mbyllur. Jeta po ikte ngadalë. Nëse presim parat, ajo vdes, tha ai prerë. Në atë moment hyri Dr. Viktor Leka. Doktor Kola, tha ai me një buzëqeshje të ftohtë, këtu kemi rregulla. Spitali nuk funksionon me emocione. Arbeni e shikoi drejt në sy. Por funksionon me jetë njerëzish. Për një moment, dhoma u bë e heshtur. Arbeni mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Filloni përgatitjen për operacion, tha ai. Infermierët u stepën. Pa urdhër të drejtorit nuk mundemi. Unë jam mjeku përgjegjës në këtë rast, tha Arbeni me një ton që nuk pranonte kundërshtim. Nëse nuk e bëjmë tani, ajo vdes këtu para nesh. Disa sekonda tensioni u ndjen si orë të tëra. Pastaj një infermiere e re filloi të lëvizte. Një tjetër e ndoqi. Operacioni nisi. Në sallën e operacionit, Arbeni punoi me një përqendrim të jashtëzakonshëm. Duart i lëviznin shpejt, sakt, sikur nuk ishte vend për gabime. Monitorët bipnin fort. Zemra e pacientes ishte e dobët, por ende luftonte. Qëndro me mua, i përshpëriti ai, edhe pse ajo nuk mund ta dëgjonte. Pas 47 minutash të tensionuara, ai arriti ta stabilizonte. E shpëtuam, tha infermierja me zë të ulët. Arbeni hoqi dorezat dhe për herë të para të ditë mori frymë thellë, por jashtë sallës e priste problemi më i madh. Dr. Viktor Leka ishte i tërbuar. Ke thyer rregullin e spitalit, tha ai ashpër. Ke përdorur burime pa autorizim. Kjo mund të kushtoj vendin e punës. Arbeni nuk u trem. Rregulli juaj lejonte që një grua të vdiste për 800 euro, tha ai qetë. Unë nuk do të punoj në një vend të tillë. Viktor u afrua ngadalë. Ti je idealist, doktor Kola, por idealizmi nuk paguan dritat e spitalit. Jo, tha Arbeni, por shpëton jetë. Ajo natë nuk ishte e qetë për askënd. Lajmi u përhap shpejt në spital. Doktori i ri kishte operuar pa pagesë. Disa infermiere shikonin si hero, të tjerë si problem, por Arbeni nuk ndalej. Ditën tjetër, ai trajtoi një fëmijë me temperaturë të lartë pa kërkuar pagesë. Pastaj një burr të plagosur nga një aksident. Pastaj një grua shtatzën që nuk kishte asnjë mundësi financiare. Çdo herë e njëjta histori, nuk ka pagesë, pritje, rregulla. Dhe çdo herë Arbeni i thyente ato rregulla. Brenda një jave, spitali filloi të ndahej në dy kampe. Ata që e mbështesnin Arbenin, infermierët e rinj, disa pacientë të shpëtuar, dhe disa mjek që kishin humbur besimin në sistem.
dhe ata që ishin kundër. Drejtori, administrata dhe disa mjek të vjetër që kishin përfituar nga pagesat private. Tensioni rritej çdo ditë. Një mbrëmje, ndërsa Arbeni po largohej nga spitali, një djalë i vogël i doli përpara. Doktor, mami im thot se ti je ai që shpëton njerëzit pa para, tha ai me zë të dridhur. Arbeni u ndal. Po, përpiqem, tha ai me një buzëqeshje të lehtë. Djali i zgjati një lule të vogël të tharë. Faleminderit që nuk e le mamin tim të vdes. Arbeni mbeti pa fjalë. Në atë moment, për herë të parë, ai ndjeu se ndoshta po bënte gjën e duhur. Por nuk e dinte ende sa e rrezikshme ishte rruga që kishte zgjedhur. Nga dritarja e spitalit, Dr. Viktor Leka po e shikonte në heshtje. Dhe në sytë e tij kishte diçka të errët. Lufta sapo kishte filluar. Në mëngjesin pas asaj bisede të heshtur mes Arbenit dhe drejtorit Viktor Leka, spitali nuk ishte më i njëjti. Ajri duke më i rënd, korridoret më të ftohta, dhe çdo hap i infermierëve duke sikur mbante një peshë të padukshme. Lajmi për doktorin që trajtonte pacient pa pagesë ishte përhapur në gjithë lagjen. Disa e quanin engjëlli i spitalit të varfër, të tjerë i çmenduri që do ta shkatërrojë sistemin. Por për Arbenin asnjë nga këto nuk kishte rëndësi. Ai ishte kthyer në punë si çdo ditë tjetër. Atë mëngjes, një ambulancë u dëgjua me sirenë të fortë. 2 infermierë shtyn me shpejtësi një shtrat me një burr të ri, rreth të 30-tave, i mbuluar me gjak në kraharor. Plag me armë, bërtiti njëri prej tyre. Gjendje kritike. Arbeni u afrua me njëherë. Çfarë ndodhi? U qëllua gjatë një grabitjeje, nuk kemi kohë. Arbeni i hodhi një sy monitori. Pulsi ishte i dobët. Shumë i dobët. Çojeni me njëherë në sallë, urdhëroi ai. Infermierja hezitoi. Doktor, familja nuk ka ardhur ende. Nuk ka as depozit. Arbeni e ndërpreu me njëherë. Ky njeri nuk ka as 10 minuta jetë për të pritur familjen. Operacioni ishte më i vështiri që kishte bërë deri atë ditë. Plaga kishte dëmtuar një arterie kryesore. Një lëvizje gabuar dhe pacienti do të humbiste gjakun brenda sekondash. Në sallë mbizotëronte heshtje absolute. Përveç tingujve të pajisjeve dhe zërit të qetë Arbenit që jepte urdhra. Kapsja më jep më shumë dritë, kujdes arterien. Djersa i rrithte në ball, por duart i qëndronin të qëndrueshme. Pas 32 minutash tensionit të jashtëzakonshëm, gjaku u stabilizua. E kemi, tha ai me zë të ulët. Infermierët morën frymthell. Një jetë tjetër e shpëtuar pa pagesë. Por jashtë sallës, lajmi kishte arritur te drejtori Viktor. Ai po e priste Arbenin në korridor, i shoqëruar nga 2 anëtar të administratës. Ke kaluar çdo kufi, tha Viktor me ton të prerë. Ky nuk është më gabim. Kjo është sabotim i sistemit. Arbeni hoqi maskën dhe shikoi qetë. Unë shpëtova një njeri. Ti ke përdorur pajisje, staf dhe ilaçe pa autorizim financiar, vazhdoi Viktor. Spitali ka humbje. Arbeni qeshi lehtë, por pa gëzim. Spitali humb 800 euro kur një njeri vdes. Viktor u afrua. Spitali funksionon me rregulla, jo me ndjenja. Dhe njerëzit, pyeti Arbeni. Me çfarë funksionojnë ata? Për një moment askush nuk foli. Në ditët që pasuan, presioni ndaj Arbenit u rrit. Administrata filloi të kontrollonte çdo hap të tij. Dosjet e pacientëve u vendosën në vëzhgim. Çdo trajtim i tij duhej të justifikohej, por kjo nuk e ndali. Arbeni vazhdonte të trajtonte pacient që nuk kishin mundësi pagese. Një fëmijë me pneumoni, një grua e moshuar me diabet të avancuar, një punëtor i ndërtimit i rrëzuar nga skela. Çdo rast ishte një betejë e re, dhe çdo betejë e fituar një humbje për sistemin financiar të spitalit. Një pasdite, Arbeni u thirr në zyrën e drejtorit. Këtë herë Viktor nuk ishte vetëm. Me të ishte një burr i veshur me kostum të shtrenjtë. Ky është Malaj, tha Viktor, investitor i spitalit. Arbeni e kuptoi me njëherë se situata ishte serioze. Malaj e shikoi me një buzëqeshje të ftohtë. Doktor Kola, kam dëgjuar shumë për ju. Arbeni nuk u përgjigj me njëherë. Shpresoj gjëra të mira, tha më në fund. Malaj qeshi lehtë. Varet si e shikon. Spitali juaj është në krizë financiare, dhe ju po e përkeqësoni. Arbeni u drejtua. Unë po shpëtoj njerëz. Po, tha Malaj, por po shkatëroni modelin e biznesit. Fjala biznes e goditi Arbenin si shuplak. Spitali nuk është biznes, tha ai.
Viktor ndërhyri me njëherë. Është nëse duhet të mbjetoj. Malaj u afrua pak. Ne kemi një propozim, tha ai. Ose ju filloni të ndiqni sistemin e pagesave, ose do të detyrohemi të ristrukturojmë spitalin. Arbeni e kuptoi kërcënimin. Ristrukturim do të thoshte pushime nga puna, mbyllje shërbimesh, dhe ndoshta privatizim. Pra, tha Arbeni ngadalë, po më thoni të lë njerëzit të vdesin nëse nuk paguajnë. Viktor u përpoq të ruante qetësinë. Po të themi të punosh brenda rregullave. Arbeni u ngrit në këmbë. Rregullat tuaja janë të gabuara. Në atë moment tensioni u bë i prekshëm. Malaj mbylli dosjen që kishte përpara. Doktor Kola, idealizmi është i bukur në teori, por realiteti është tjetër. Arbeni e shikoi drejt në sy. Realiteti është që unë shoh njerëz që vdesin sepse nuk kanë para. Heshtje. Dhe unë nuk do të jem pjesë e kësaj. Atë natë, Arbeni nuk u largua me njëherë nga spitali. Ai qëndroi vonë duke kontrolluar pacientët. Kur po dilte, infermierja e re, Ana, e ndaloi. Doktor, po flite që do t'ju largojnë. Arbeni ndaloi. E di. A nuk keni frikë? Ai e shikoi korridorin e gjatë, me dritat e zbehta. Frika është luks për ata që nuk kanë përgjegjësi për jetët e të tjerëve. Ana uli kokën. Po nëse ju largojnë. Arbeni buzëqeshi lehtë. Atëherë do gjej një mënyrë tjetër për të shpëtuar njerëzit. Por në errësirën e zyrës së tij, Viktor Leka po hartonte planin final. Ai mori telefonin dhe tha vetëm një fjali. Përgatitni dokumentet. E nxjerrim jashtë sistemit. Lufta nuk ishte më për rregulla. Ishte për mbijetesë. Dhe Arbeni sapo kishte hyrë në fazën më të rrezikshme të jetës së tij. Nata kishte rënë mbi qytet, por spitali Shën Maria nuk flinte kurrë. Dritat e urgjencës ndizeshin dhe fikeshin si një zemër e lodhur që nuk dorëzohej. Brenda atyre mureve, çdo sekondë ishte një vendim mes jetës dhe vdekjes. Por përdër Arben Kola, kjo natë nuk ishte si të tjerat. Kjo ishte nata e fundit, ose fillimi një lufte më të madhe. Në mëngjes, ai u thirrë urgjent në zyrën e drejtorit. Kur hyri, atmosfera ishte akull. Dërë Viktor Leka qëndronte pra një tavoline të gjatë, me disa dokumente të vendosura përpara. Në krah të tij ishte sërish investitori, e Malaj. Doktor Kola, tha Viktor me një zë të thatë. Kjo është një ditë e rëndësishme për ju. Arbeni e dinte çfarë po vinte. Çfarë është kjo? Pyeti ai duke parë letrat. Vendim për ndërprerjen e kontratës suaj, tha Viktor pa emocione. Jeni larguar për shkelje të përsëritura të rregullave financiare dhe procedurale. Arbeni nuk u trondi. Thjesht mori frymthell. Pra po më largoni sepse shpëtova njerëz pa para? Malaj ndërhyri me njëherë. Po ju largojmë sepse keni dëmtuar sistemin e funksionimit të spitalit. Arbeni buzëqeshi hidhur. Sistemi juaj mat jetën me para. Heshtje. Viktor u ngrit. Ky diskutim ka mbaruar. Jo, tha Arbeni qetë, sap fillon. Në atë moment dera u hap me forcë. Një infermiere hyri me panik. Doktor, një aksident masiv. Autobusi është përmbysur në hyrje të qytetit. Dhjetëra të plagosur. Të gjithë u kthyen me njëherë. Edhe Viktor për një sekond humbi kontrollin. Por Arbeni tashmë po lëvizte. Përgatitni sallat. Të gjithë mjekët në urgjencë, urdhëroi ai pa hezitim. Viktor e ndali. Ti nuk ke më autoritet këtu. Arbeni u kthye ngadalë. Kur njerëzit po vdesin, autoriteti nuk ekziston. Ekziston vetëm përgjegjësia. Dhe pa pritur përgjigje, doli nga zyra. Urgjenca u kthye në kaos. Ambulanca mbërrinin njëra pas tjetrës. Të plagosur, britma, gjak, frikë. Arbeni ishte kudo. Ky është pneumotoraks. Çojeni në sallën 2. Ky ka hemoragji të brendshme. Operacion me njëherë. Mos e lini atë fëmijë vetëm. Zëri i tij udhëhiqte gjithçka si një orkestër në mes të katastrofës. Infermierët lëviznin pa ndalur. Edhe ata që ishin kundër tij më parë, tani e ndiqnin pa pyetje. Sepse aty nuk kishte më politik. Vetëm jetë. Brenda orëve, Arbeni kreu 3 operacione radhazi. Duart i dridheshin nga lodhja, por nuk ndalej. Në një moment, infermierja Ana ju afrua. Doktor, ju duhet të pushoni. Ai nuk e ngriti kokën. Nuk kemi kohë për pushim. Por ju po rrëzoheni. Ai ndaloi për një sekond.
Dhe pastaj tha, nëse unë dalem ndalen edhe ata. Në korridor Viktor dhe Malaj po shikonin gjithçka nga larg. Ky është momenti ynë, tha Malaj. Pas kësaj, askush nuk do të guxoj ta mbroj. Por Viktor nuk duke i sigurt. Ai shikonte Arbenin duke vrapuar nga një paciente tjetri. Dhe për herë të parë, ai pa diçka tjetër përveç rebelimit. Pa përkushtim. Pas 6 orësh, situata u stabilizua. Shumë jetë ishin shpëtuar, por Arbeni u rrëzua në një karrige në korridor. Duart i dridheshin, syti ishin të skuqur. Ana i solli ujë. Ju e bëtë, tha ajo emocionuar. Arbeni nuk foli me njëherë. Pastaj tha me zë të ulët. Ne e bëm. Në atë moment, Viktor hyri në korridor. Ishte i heshtur. Malaj nuk ishte më me të. Ai qëndroi përballë Arbenit për disa sekonda. Pastaj tha diçka që askush nuk e priste. Ti shpëtove të gjithë sot. Arbeni e shikoi pa folur. Viktor vazhdoi. Dhe unë do të humbas vendin tim për këtë. Heshtje. Por ndoshta sistemi ynë ishte gabim. Për herë të parë, zëri i tij nuk ishte i ftohtë. Ditët që pasuan sollën ndryshim. Lajmi për aksidentin dhe reagimin e spitalit u përhap kudo. Presioni publik u rrit. Investitori u tërhoq. Dhe drejtoria u detyrua të rishikonte rregullat. Një javë më vonë, në murin e spitalit u vendos një tabelë e re. Urgjenca trajtohet me njëherë, pavarësisht pagesës. Dhe poshtë saj një emër, Dr. Arben Kola, shefi i urgjencës. Në mbrëmje, Arbeni qëndroi vetëm në korridor. Ana ju afrua. Ja dolët, tha ajo. Ai shikoi dritat e spitalit. Jo unë, tha ai qetë. Ata që besuan se jeta vlen më shumë se para. Ai u kthye dhe buzëqeshi lehtë. Por në sytë e tij kishte diçka të thellë, sepse ai e dinte një të vërtetë që askush tjetër nuk e thoshte me zë. Lufta për jetën nuk mbaron kurrë.